Heu ku je lahut shqiptare, me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe muj. Ja ku kthejmë përsëri shikues nderuar, vazhdojmë bisedën me doktor Gjekën. Është shumë interesante, suksesi i tij është i madh, jo vetëm personal, por edhe komunitar. Doktor, cila nga këto borde është më e praktike ose që juve punoni më shumë? Kardiologjia, zbohet fjalë, interventional cardiology, kjo ndërhymjet në zemër, edhe ekoja, shumë e vështirë, edhe ekoja, por është diçka e përditshme, që e shef se gjithçka është integrale në smundjet kardiovaskulare. Edhe ndërhymjet që i bajnë kom, ti nëse nuk e ke për arsye se çat tregon testi, ti nuk mundesh me shku tamam te problemi edhe me riparu, si më thon. Vazhdon pra në një kualifikim tjetër apo kanë perspektivë? Me thon drejtë nuk ka gjë mi kët në fushën e kardiologjisë, ja, s'ka. Strukturalja ishte më e lartë, nuk ka alo, sot e kësaj dite nuk ka board alo, sa është e re. Prandaj atë e kam bën në New York kur isha unë. Por nuk ka gjë, tash të tjera që vinë vetëm inkorporohen, si më thonë. Çdo teknologji e re që del, ti azhurnohesh edhe inkorporohet në praktikën tonë edhe vazhdon është për herë përmirësim. Është për herë azhurnim në fushën e kardiologjisë, po përfunoj mësimi, azhurnimi e studimi, nuk Ç'është doktori për juve mbar njerëzimin, roli i tij në jetën njerëzore? Unë e moj me në qysh në Shqipëri, në fushën e mjekësisë e kam zgjellë si karrierë, se e du jashtëzakonisht shumë. Jo si biznes, që është kthye për fat keq në shumë vende, jo vetëm këtu, po është sporja është diçka humanitare, pra me bë mirë. Është zanat, si me thonë, ti paguash për atë punë, por asnjëherë nuk e kam pa si biznes. Vetëm ka ona humanitare, diçka me një mua tjetrin, si me thonë. Është shumë rewarding. Sidomos në fushën që i bajon, se ty të takon me i pa pacientat edhe të shku në të grocery store, kur banë shpenzimet. Na i herë jam me prend, na i herë jam me gru, burri jëtë për shembull i thot gruas më ka pështu jetën, ajo gjë jashtëzakonshme me një gjuhë, si më thonë, që bëjmë infarkte paraprakisht. Mush plot. Prandaj edhe më jep fuqi e baj me qejf të madh, me pasion shumë të madh. Në çfarë raporti qëndron në botën tënde humanizmi me biznesin? E praktikoj mjekësinë me i parim cilin çdo pacient që vjen te unë, me trajtu sikur ishte familjari joti. Edhe nëse ec me këtë ide, me këtë parim, keme pas sukses të pa diskutueshëm. Se fusha mjekësisë, zanati i mjekut është privilegj. Ty të vjen një pacient që ti nuk e njeh hiç, edhe ashtu të besu shtetin te një që nuk e njeh. Më duket ka herë vetja me të thonë drejtën, se unë jam lloj besimit katolik, e besoj, e frekuentojmë shumë, më duket vetja si prift ka herë. Vjen edhe shkarkohet dhe me thonë pacientet e ty krejt, tana problemet që i ka... Rëfet. Tamam. Pra aja është privilegj, ashtu të besu shtetin, që ja gjë e më rëndësishme në jetë, është shteti. Asisen përmita nuk ka, edhe ti, qëllimi është mos me shgënjë kur, me atë besim që më jep. Edhe po ecë me këtë parim, me këtë që ecë unë, keme keni sukseshme, pa diskutueshëm. Cilat janë klinikat që juve aktualisht punoni edhe spitalet që keni lidhje me to në punën tuaj të përditshme? Na jena i grup multidisiplinar i madh, jo vetëm kardiologjisë, grup privat, që kena 3 klinika private, një është në Bloomfield Hills, kryesorja, një është në Commerce Township dhe një në Clarkston. Këtu bëjmë, me fjalë shohim pacient ambulatorial. Edhe procedurat bëhen 2 spitale
dy klinikat, si me thonë pacientë, dy klinika të Bloomfield Hillsit edhe të Clarkstonit i bëjmë në Trinity Health, Oakland, ndërhyrje të mëdha kardiovaskulare, ndërsa spitali tjetër është pak më i vogël, është afër ofisit në Commerce, DMC Huron Valley, bëjmë pacientat që janë ndërhyrje po në zemër edhe në kam, por jo këto të mëdha, si më thonë aneurizmat ose valvulat ose smundje strukturale, këto ndërhyrjet që pacientat janë linë me to, duhet kesh kardiokirurg në prezent në spital kur bëhen ato, për siguri. Doktor Gjeka, a keni pacient shqiptar dhe cili është mendimi juaj për ta lidhur me kulturën mjekësore? Pra interesimin për shëndetin. Kam pacienta shqiptar, bile të parën pacient shqiptar e kam bo infarkt. I kam bo pacienta shqiptar, do t'jenë 10-12 pacienta shqiptar që i kam bo me infarkt. Kështu më kanë fillu shqiptar dhe parë. Edhe me të thonë drejten jam pjesë një praktikët shumë të shëndetshme që kena mjekt e përgjithshme që na referojnë, do me thonë edhe nuk kam fillu punën busy, si me thonë, nuk kam ken kur po rritëm. Gjithnjë rritje, s'bëhet fjalë, por nuk I hit the ground running, si thonë këtu. Okay, parasysh që ditën e parë jam ken busy. Por kështu kanë fillu pacientat shqiptar. Atëherë ti e din, komuniteti shqiptar i vogël, një kallzon atij tjetrit, një atij tjetrit, janë bëu good job. Edhe Dr. Mark Dukaj, që mu biles më kanë Marku më kanë qysh në fillimet e mia, që du mja ditë shumë për nerë, kur se më kanë joft hiq se kush isha unë, i kam kërku një letër rekomandimit edhe ma ka shku, as nuk e ka në shu hiq, vetëm ka vu firmen. Edhe nuk ja harrej, por edhe tashi që unë jam bo dikushi, vazhdon edhe bashkëpunojmë, pavarësisht jena pak largë me ku ai praktikon edhe ku unë praktikoj, më ka referu disa pacienta shqiptar edhe për herë në rritje pacienta shqiptar, me thonë drejten. Këtu në Mark Duka edhe unë jam një nga referuar dhe unë i them, pse po më qonë atje, se është larkë. Më tha, po të ju qoj atje, zoti Vila, sepse është njeriu i duhur, doktori i duhur për ju. Ta them me sinqeritet dhe mu bëj qefi që, sepse dhe doktor Duka ka një respekt në komunitetin tonë. Pa tjetër. Jo vetëm si specialist, por dhe në sjelljen e tij ka shumë njerëzore, pra humane, si të shihni dhe ju, dhe neve panvet pastaj kur erdhëm në vizitë ke juve, që nuk u zhgëhyem nga rekomandimi që na dha zoti Duka. Po, me sa di unë, ndoshta jam i sakt, po ju jeni vetëm i doktor në fushën e zemrës shqiptar këtu në Michigan, apo ka dhe në kolegë tjetër, digje? Që unë punoj ose e njoh se kam kontakt, nuk kam. Në kohët që unë u lidha me praktikën që jam edhe sot, është kënë edhe një djalë tjetër, në aso kohët në Boma, nuk e dija është hala në Michigan ose ka lëviz, po nuk ka shumë mjek në përgjithësi, po me djeni temën kardiolog shqiptar të paktën në të zonat ku jetojmë ne, në Metro Detroit area, nuk njoh. Nuk do të harroj këtë, edhe për shikuesit e ndaj këtë me juve shikues të nderuar, suksesi individual padyshim që është një sukses i rëndësishëm në jetën e njerëzve, por që të jetë dhe për jetën komunitare, duhet që ai sukses që ka individi ta ndaj me shoqërinë shqiptare, pra me komunitetin shqiptar, dhe ndarja nuk bëhet pjesë në ekonomi ose në problemet e autoritetit, por kur kam qenë në zyrën e doktor Gjekajt, aty në bisedë, para se të ndashim, me thotë unë jam shumë këthen, që jam shumë i ngarkuar me punë, por zoti Vila me qenë se ju e merrni vesh se ku ka aktivitete në komunitet, kam qef të jem pjesë, të ndihmoj sado pak, sepse dua që të mos shkëputem nga komuniteti. Kjo është pjesë shumë e rëndësishme, kjo është një pjesë thelbësore e suksesit të një njeriu që bën histori. Nuk mund të bësh histori në mënyrë individuale, nëse mund të jesh i pasur i dynjas dhe nuk lidhesh me komunitetin tënd që je pjesë gjaku i tij, nuk e suksese. Edhe unë të falenderoj shumë, sepse ju vetë më keni sugjeruar dhe unë sugjerimin e parë që u bëra
ju ftova për të marrë pjesë në 25 vjetorin e televizionit, po komuniteti jonë ka shumë suksese më të rëndësishme se këto, ka shumë aktivitete dhe vazhdimisht do t'ju ftojmë, pasi ju keni vullnetin për të marrë pjesë në to. Po tjetër, të falënderoj, e me sa do të kem mundësi kam me marrë pjesë. Tu pas parasysh, siç thash edhe herë, profesioni i cilin baja shumë kërkues, sidomos edhe zona në cilën jetojmë, ti e ke parë që shumë e popullume, por në asnjë lloj mënyre të më shput prej komunitetit, siç thash edhe herë, jena të frekuentues të rregullt të famullisë Kish Shënpalit, që është komunitet shqiptar. Mos më duket gjë më e bukur se me shku me një gjuhë meshën në Shqip me mira kilometra larg vendit që jam linë rrit. Unë as në Itali nuk kishte. Pra jo këtu, pra komuniteti është gjë shumë e madhe, se unë kisha mujt me jetu kudo. Qoftë edhe New York, si ka komunitet më të madh, edhe më kanë ofru punë, më kanë ofru jo vetëm punë, po edhe titull me fillu me punë, që nuk është e lehtë. Titull fitohen me eksperiencë, por primarja për mua ishte familja, edhe tanë tjerë të vinë mbrapa, që karriera po bëhet gjithsesi. Por familja është e jashtëzakonshme. E pse ka këtë element se ju nuk kërkuat reklam që të merrni shqiptarët në biznes, por ju kërkuat që të merrni pjesë në aktivitetet e komunitetit dhe të suportoni këto aktivitete. Kjo është shumë e rëndësishme, pra duke qenë një doktor i ngarkuar me punë sigurisht shumë kohë gjatë, do të thosha 24 orë jenë gatishmëri apo jo? Si me thonë, pjesë e profesionit tëm baj pacientat me infarkt akut. Pra në qoftë se të fillon dhimbja në zemër, ju të kalu infarkt, një nër specialitetet e mia kryesore kjo është bllokimi i arterëve të zemrës, do të thonë që i baj prej në puls. Pra bëjnë telefonin shkoll më njëherë. Mërna 90 minutash, mërna 30 minutash duhet me kenë në spital. Prandaj në periudhën që ti je në gatishmëri, ose on call si i thonë këtu, duhet më gjin 30 minuta mërna spitalit, se kena një moto këtu, time is muscle. So sa më shumë kohë të zgjasit, as më shumë po e dëmton zemrën. Prandaj është shumë e rëndësishme kryesisht pacienti marrë në kohë, se ti nëse s'vjen kohë, edhe sikur ta hapi arterën nëse të kanë filluar dhimbjet para 24 orëve, nuk ke me marrë një orë në rezultat sikur vjen mrena gjysore, si më thonë, që të fillojnë. Doktor, do na falësh, do të bëjmë një shkëputje publicitare edhe do të kthehemi përsëri në bisedë. Shikues të nderuar, kthehemi pas pak.